Një operacion policor i zhvilluar pas disa muajsh hetime intensive ka çuar në arrestimin e 2 shtetasve nga Kosova, të cilët akuzohen për trafikim armësh drejt Shqipërisë me qëllim shitjen e tyre. Operacioni i koduar Suspend është organizuar nga sektori për hetimin e trafiqeve të paligjshme në bashkëpunim me forcën operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë në drejtimin e prokurorisë. Sipas burimeve zyrtare, në kuadër të këtij operacioni janë sekuestruar 2 armë zjarri të tipit pistolet, si dhe një sasi municioni luftarak. Të arrestuarit janë identifikuar si Altin Pajaziti, 23 vjeç, dhe Kadri Prushit, 53 vjeç, të 2 banues në Kosovë. Operacioni është finalizuar në autostradën Lezhë-Fushkruj, ku forcat e policisë kanë ndaluar automjetin me të cilin po udhëtonin 2 të dyshuarit. Gjatë kontrollit të mjetit, janë gjetur dhe sekuestruar 2 armë zjarri dhe municioni, të cilat dyshohet se ishin trafikuar nga Kosova me qëllim shitjen në Tiranë për një shumë prej afro 10.000 euro. Policia dhe prokuroria vijojnë hetimet për të zbardhur të gjithë rrjetin kriminal dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm. Materialet hetimore i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.